të spakun real dhe spakun paralel e drejton vetëm një njeri. Kreu i Meduzës e të vinë Kristaqe Rama. Këtu nuk mund bësh një aluzion, të mendosh se jo. Si mund të fshihen, si mund të fshesh publikut emrat e qeveritarëve që shkuan dhe u takuan me trafikantët e drogës për të bërë marrëveshje për investimet e parave të tyre. Kjo nuk ndodh në botë kund përveç në Shqipërinë, Edi Rams që kontrollon këtë institucion në çdo qeliz. Vërtet Dumani e mban sekret sepse urdhon Rama, pa i kryer një krim para popullit shqiptar. I vetmi që nuk mund të përbënte asnjë lloj problemi është qeveritari që në shkelje çdo ligji u bë ushtar i bandave dhe trafikantëve dhe arriti me ta marrëveshjen për investime në Tiranë. Pra, mund të thuash se X apo Y trafikant ka dhe çështje tjera që po jetojnë aprish punë për hetimin, prandaj s'po ja them emrin e tjerë. Po qeveritari që ka hyp avionit për shkuar në Aruba dhe për takuar trafikantët bashkë me biznesmen dhe për t'jau dhënë kullat e Tiranës atyre, ai është kryer kriminal, është më kriminal se trafikantët, se të gjithë të tjerë. Dhe këto e mban fshet Altin Troplini. Si ju duken ju këto? Ju si gazetar, mendoj unë, ju çdo ditë në ekranet tuaja duhet vini një lajm për këtë. Se nuk ka akt më flagrant të varësisë totale, të verbërisë së plot të këtij institucioni nga Edi Rama. Për kë mbrojnë ata? Çfarë mbrojnë ata? Ata mbrojnë ose vllaun e Edi Ramës për Edi Ramën, ose sekretarin e përgjithshëm të kryeministrisë po për Edi Ramën, ose Ergysagasin po për Edi Ramën. Thuhet dhe për Gjiknurin, pa i bën berru fe, po kur i thash që hajde betohu në Bibël, nuk jam bajti. Ishte gati të betojnë kushtetut, se për kushtetut së pyesin fare ata, po jo në Bibël.